Shkojmë dhe njërë dhe protesta, sepse me sa duket ka një situatë atje, pam pak më parë përmes pamjeve të drejt për drejt, këtu jemi me kamerën e parë, por ndërkohë një pjesë e protestuesve është shmangur, është nisur drejt korpusit qendror. Engelida Mema na bashkohet në këto momente për të kuptuar më shumë dhe ndërkohë për të mësuar. Po, Lida, çfarë ka ndodhur? Atëherë protesta kishte organizuar një mesazh në ballinën e Politeknikut, u shfaq një banderol që shkruante ju erdhi fundi, një banderol nga studentët, të cilët kanë marrë pjesë në protestën e disa viteve më parë dhe ishte mesazhi që studentët e sotëm donin t'i sindin kësaj proteste. Pasi banderola u shfaq në ballinën e Politeknikumit, pati forcat të policisë, siç u njoftua dhe nga vetë organizatorët që u përpoqën ta heqnin banderolën dhe në fakt ja dolën ta ishin banderolën. Një pjesë e protestuesve tashmë nga bulevardi Dëshmorët e Kombit janë drejtuar drejt sheshit Nën Tereza për të pritur ata studentë të cilët vendosën banderolën dhe më pas studentët t'i bashkohen bulevardi Dëshmorët e Kombit. Ndoshta është edhe një lëvizje protestuesve për të mbrojtur studentët të cilët në ballinën e një institucioni shtetëror shfaqën banderolën me thënien ju erdhi fundi. Kjo ishte edhe një nga elementët surprizë që kishte vendosur sot protesta të zhvillonte, për t'i thënë edhe një herë kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë që studentët vazhdojnë të jenë të qëndrueshëm në këtë bulevard deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Nuk e di, në duket në këto planet të drejt për drejta nga operatori Ermir Matja që një pjesë e protestuesve po i bashkohen Politeknikumit, aty ku ndodhen ata studentë që në ballin shfaqën banderolën me thënien ju erdhi fundi. Qartë, jemi me pamje të drejt për drejta, një pjesë e protestuesve po nisen drejt korpusit qendror të universitetit në sheshin Nën Tereza për t'u bashkuar me ata studentë të cilët kanë vendosur një banderol ju erdhi fundi në një institucion të tillë dhe me sa duket ka reaguar policia, një pjesë e protestuesve janë ndarë siç e shohim dhe po shkojnë atje. Nuk e dim nëse do të ketë, jemi me plan në pamje të drejt për drejta, ndjes për lëvizjen e kamerës, na mirë kuptoni, operatorët tanë po bëjnë një punë heroike sepse ngjiten mbi makina. Këtë e them thjesht për një shpjegim për gjithë ata që nuk e kuptojnë se si është kjo punë dhe ju duket shumë e thjeshtë po ta shikosh, sidomos